Kryeministri Edi Rama ka kërkuar nga drejtuesit politik dhe deputetët e Partisë Socialiste që të zbresin në terren dhe të zhvillojnë takime të drejtpërdrejta me qytetarët. Menjëherë pas këtij urdhri pritet që drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, pas mbylljes së seancës së Kuvendit, të niset drejt Vlorës për të nisur një seri takimesh dhe konsultimesh në bazë. Në qendër të këtyre takimeve do të jenë zhvillimet më të fundit që kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik, veçanërisht çështja e Zvërnecit, protestat qytetare të zhvilluara në ditët e fundit, por edhe funksionimi i institucioneve dhe shërbimet që ato u ofrojnë qytetarëve. Qëllimi i këtyre takimeve është që publiku të informohet më qartë mbi situatat e krijuara, ndërsa institucionet të japin llogari për punën dhe përgjegjësitë që kanë. Burime pranë strukturave socialiste bëjnë të ditur se gjatë analizave që do të zhvillohen në Vlorë, nuk përjashtohet mundësia e marrjes së masave ndaj disa drejtuesve të institucioneve, në rast se konstatohet se nuk kanë përmbushur detyrat e tyre apo nuk kanë ofruar standardet e kërkuara të shërbimit ndaj qytetarëve. Po ashtu po përflitet edhe për mundësinë e ndryshimeve në drejtimin e disa institucioneve të shtetit, me prerjen e një ose të disa kokave, si pjesë e një procesi vlerësimi të performancës së administratës. Porosia e kryeministrit Rama ka qenë e qartë, qytetarët duhet të mbahen afër, të dëgjojnë shqetësimet e tyre dhe të bëhet një analizë e hollësishme e punës së çdo institucioni. Sipas kësaj qasjeje, administrata duhet jetë më pranë njerëzve dhe më e gatshme për t'u përgjigjur problemeve që hasen çdo ditë. Duke qenë se Vlora ndodhet në sezonin turistik, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi është ngarkuar gjithashtu me monitorimin e punës së institucioneve të shtetit dhe të pushtetit vendor. Fluksi i turistëve dhe emigrantëve që rikthehen gjatë verës kërkon angazhim maksimal nga të gjitha strukturat publike për të garantuar shërbime cilësore dhe funksionim normal të administratës. Në fokus të vëmendjes do të jetë edhe puna e Bashkisë së Vlorës dhe ndërmarrjeve në varësi të saj. Kërkohet që të gjitha institucionet të jenë me dyert të hapura për qytetarët, me sportele funksionale dhe me gatishmëri të plotë dhe pa pushim, për të dhënë informacion dhe për të zgjidhur problematikat që paraqiten. Administrata duhet të jetë në terren dhe në shërbim të qytetarëve, veçanërisht në këtë periudhë kur kërkesat për shërbime janë më të larta se zakonisht. Një rëndësi e veçantë pritet i kushtohet edhe çështjeve që lidhen me mjedisin dhe turizmin, pastërtia e plazheve, menaxhimi i mbetjeve, mirëmbajtja e hapësirave publike dhe mbrojtja e mjedisit bregdetar do të jenë ndër temat kryesore të diskutimeve. Këto konsiderohen element kyç për imazhin e Vlorës si një nga destinacionet kryesore turistike të vendit. Po ashtu në qendër të takimeve do të jetë edhe problematika e ndotjes së detit. Kujtojmë se ditët e fundit televizioni 6+1 Vlora raportoi rastin e ndotjes së gjirit të Vlorës nga anije tregtare, një situatë që shkaktoi reagime të shumta dhe ngriti shqetësime mbi monitorimin e hapësirave detare. Kjo çështje pritet të analizohet me kujdes, duke kërkuar përgjegjësi nga institucionet përkatëse dhe masa konkrete për të parandaluar përsëritjen e rasteve të tilla. Pastrimi i qytetit, mirëmbajtja e plazheve, cilësia e shërbimeve publike, mbrojtja e mjedisit dhe funksionimi i administratës do të jenë pjesë e agjendës së takimeve që drejtuesi politik Bledi Çuçi në emër të kryeministrit Edi Rama do të zhvillojë në vijim në Vlorë. Këto takime synojnë jo vetëm evidentimin e problematikave, por edhe gjetjen e zgjidhjeve konkrete për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe vizitorëve gjatë sezonit veror.